Stine ka vendosur të ndërpres rrugtimin e tij në Big Brother VIP Albania. Në nisje të spektaklit, ky vendim u kumtua nga vetë këngëtari, i cili dëshiron të largohet nga shtëpia për të tërhequr përfundimisht nga gara për çmimin e madh. E kam thënë disa herë arsyen. Mendoj se nuk kam arsye që të rri këtu. Ata arsye që kisha kur hyra nuk e kam më. Arsyeja ka qenë që thjesht të luaj, tani më ka ikë dëshira e lojës, ka deklaruar Stine. Jam në vendin e gabuar, kështu që vendosa të dal. U mundova të ambientohem, por është e pamundur. Është e gjitha me veten time, s'ka lidhje me askënd. Big Brotheri im është koha që do të kaloj kohën me familjen time, me vajzën time, ka thënë ai mes tjerash. Big VIP Albania 3 ditë më parë ju ka informuar për shakan që Stine u bëri banorëve se po largohej nga shtëpia më e famshme e shqiptarëve. Në atë tentativë të rem për t'u larguar ishin vajzat ato që e ndaluan. Ja çfarë u tha 3 ditë më parë. Një situatë e pazakontë dhe mjaft emocionale u regjistrua pas ditën e së dielës në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ku banorët u bën pjesë e një loje të papritur të Stinës, e cila shkaktoi konfuzion dhe reagime të forta brenda shtëpisë. Stine vendosi të marrë valixhen e tij dhe të komunikoi banorëve se kishte vendosur të largohej nga gara. Ky veprim tronditi menjëherë atmosferën, duke sjellë reagime të ndryshme nga banorët. Disa u përpoqën ta ndalonin me çdo kusht, ndërsa të tjerë u afruan për ta përshëndetur, duke menduar se vendimi i tij ishte përfundimtar. Vajzat shkuan edhe më tej, duke tentuar t'i bllokonin derën dhe duke i kërkuar me insistim që të ndryshonte mendje. Të paktën të mendonte edhe një herë përpara se të merrte një hap kaq drastik. Vetëm pak çaste më vonë, banorët kuptuan se gjithçka kishte qenë thjesht një lojë nga ana e Stinës, e cila megjithatë kishte lënë gjurmë emocionale. Në momentin e rikthimit të tij, Stine e gjeti i lirë vrenozin të përlotur, dukshëm të prekur nga situata. Ai u afrua menjëherë dhe e përqafoi, duke i sqaruar se largimi i tij nuk ishte real, por vetëm një shaka. Mos bëj më kështu shakash, u shpreh i liri mes lotësh, ndërsa Stine u përpoq ta qetësonte me përqafime dhe fjalë ngushëlluese. Emocionet u reflektuan edhe te banorët e tjerë, të cilët u rreshtuan në mbështetje të vrenozit, duke ngushëlluar dhe duke ndihmuar të qetësohej pas momentit të tensionuar. Në fund, Stine mbylli gjithë situatën me humor, duke ju drejtuar banorëve me fjalët: "Pse vetëm ju do të luani me mua", duke rikthyer disi buzëqeshjen dhe lehtësuar atmosferën në shtëpinë e Big Brother. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.